Jo, more, kush pe këshyr hanën me sy të kanë matjet që pe bajnë një vjet për para të kalzojnë kur del hana e re edhe kur del hana e vjetër e krejt kalzojnë një vjet për para. Në regull tash po t'ves ty, pse pra nuk pe ban iftarin me prarimin e diellit? Me ato matje që pe i bajnë po t'kalzojnë bash taman kur po praron dielli. Pse nuk pe ban iftarin kur po praron dielli? Ku është problemi? Ajo në të nditëm ku ma gjeru e tash po agjer edhe pak s'nu bëhat kur gja. Që kja nuk është në rregull. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, ka me vazhdu me kanë hajro me të jam derisa të vanojnë si fyrin e të shpejtojnë iftarin. Do me thanë, praroj dili, e ke pa me sy, ose të kanë thonë ato matje që ka praru dili o musliman, bani iftar. Mos i shty as një sekund, jo minut, as një sekund ma. Jo se be teje, se be të fmive, se be të atyne që nuk janë rrit hala, nuk janë bat vedishëm, se kur të banë vedishëm, e pa që në vetën qafë, si kur ti. Allahu Azu Gjell me pranoft agjerimet tona.